Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, atë falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Ata të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jalla të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitat në lidhje me haxhin, pasi që jemi afër haxhit dhe ka prej vëllezërve që do të shkojnë haxh dhe kemi filluar me tregu se kush e ka obligim haxhin. Pasandej kemi filluar cilat janë sunetet e atij i cili don me bë haxh. Faktikisht para se me jeni ihram e kemi cekur pastrimin e ka për dietarëve që thonë mungesë të ujit apo pamundësisë me përdor ujin me marrë tejmum, edhe pse kemi thonë se kjo sipas mendimit më të saktë nuk qëndron, nga se nëse ka njeriu ujë apo mundet me përdor ujin edhe me u pastru për ihram, alhamdulillah, nuk ka mundësi, nuk ka nevojë për tejmum. Masandej kemi cekur çështjen që sunet është që njeriu me e pastru trupin e tij, me hiq qimet prej vendeve të turshme të tij, me i prej thojt, me i prej musaqet, e kështu me radhë, e çdo gjë që faktikisht kundërmon apo jep erë të keqe njeriu dhe shqetëson gjatë ihramit. Edhe kemi thonë pse nuk ka ndonjë argument të caktuar, mirë për shkak dhe më thonë se ka gjatësi në ditë çështja e haxhit apo e umrës, sidomos në atë kohë kur kanë udhëtuar me mjete dhe më thonë më primitive të udhëtimit që kanë ndodhur me udhëtu me javë, atëherë nëse njeriu kish në ban jetë me hije në umrë apo haxh e me udhëtu gjatë, e mos me hije në atë aspekt që pe pas pa i prej thojt apo mosejgjët e kështu më radhë, se për ndryshe do të ishin rritë shumë dhe do të ishin shqetësue ata. Masandej kemi cekur që për sunetit është që njeriu me parfimos trupin e tina, jo rrubën e tina, edhe kemi cekur argumentet në lidhje me këtë, kemi cekur që sunet njeriu me i vesh ihramin e që është domethënë dy rroba, një është prej domethënë meset të trupit belit e poshtë edhe një prej supeve e të poshtë, e që kemi thonë sunet është me qenë domethënë të bardha, mirë po këto pasi që njeriu të hiq krejt teshat që i ka të zakonshme. Masandej kemi folur që ka pej dietarëve apo shumica dietarëve e përmendin se është sunet me i fal domethënë 2 rekate nafile apo me bë ihramin pasi që ka fal në namaz farz, nga se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi thonë ka prej dietarëve që në këtë çështje ka konsenzus, e shumica dietarëve shohin që sunet, edhe pse kush e sheh masandej domthonë argumentet nuk e sheh ndonjë argument të qartë, domethënë se për shkak të ihramit me i domethënë i fal ndonjë namaz, mirë po prapë nuk thojmë se është bidat, nga se ka nga disa sahabi që kanë bërë një gjë të tillë. Jemi ndalë të meselja edhe po më duket kemi shpjeguar të çështja e niyetit dhe me kushzu niyetin. Niyeti është që njeriu me bën një punë për Zotin edhe thjesht me nda që tash po hin atë procedurën e adhurimit. Se ndonjëherë në pyesin njerëz
po vetë fakti që e kom ble biletën, e kom marrë vizën, e kom më thue ndej në Gjidde, unë e kom pas jetë me shku numre. Na pe thojmë që kjo është një jetë i përgjithshëm, mirë, po nuk e kemi për qëllim në këtë jetë. E kemi për qëllim atë jetën kur t'i afrohesh mikatit, qoftë në aeroplan pak para se me një Gjidde që tregon ajo domethënë piloti se tash jemi tu kaluar nga mikati kush e ka vënjet me bë umre se haxh le të bën jetë pejqitashit ose prej Medine ti shkon prej këtuhet në Mekë në Medinë me një haxhit ose të umres. Mirë, po kem fjalën kur shkon në Dhul Hulejfe, që është në mikati i Medinës dikon 20 kilometra ndalje të Medinës, prej atyet bëhet një që tash faktikisht unë po hije në ritualin e umres apo të haxhit. Kjo është për qëllim. Jo një jetë i përgjithshëm që unë e kam nxjerr biletën, e kam marr vizën apo të shkoj në Çabe. Kjo është një jetë i përgjithshëm. Kjo as nuk ta ndalon me parfumos, as nuk ta ndalon me prej thojt, as me shkurtu mozeqet, ama që ky jetë i dytë që e kem fjalën që thjesht kur vjen mikat, ti thu që tash peqitazhet unë po hije, domethënë në umra apo në haxh, që kjo është një jetë për çfarë qëllim. Si për shembull se njeriu që vjen më thonë prej shtëpisë me fal namazin në xhami. Nuk i mjafton kjo jetë i përgjithshëm, mirë po kur don me fal e din që jam të fal sunetin tash, ose jam të fal namazin e farz drekës. Kjo dallon prej asaj që ti je nis në xhami marr mu fal. Edhe kjo është për qëllim këto, e kjo do të më konë natyrisht fillimisht e sinqert për Zotin, nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam innamal a'malu binniyat, veprat shpërblehen sipas qëllimit. Edhe njeriu që shkon edhe e merr atë rrugë duhet me pas një jetën e pastërt, të sinqert vetëm për Allahun azza xal, edhe për asnjë arsye tjetër, as domethënë kësaj dunjaje, as më thonë më çon fëmia, as domethënë më thon kur kthehen në haxhie kështu me radh, mirë po këtë çështje e bën vetëm për Allahun azza xal. Edhe kemi sqaruar dy mesele. Meselja e parë kemi thonë se ka dallim me përcaktu çfarë lloj haxhi kipe e bën ose çfarë domethën ai të bë umre apo haxh, e këto me thonë me zo, edhe ka dallim me bën jetën që tash pianisi umrës ose haxhit. Kjo e dyta është bidat, se ashtu siç nuk bëhet një jetë me gojë kur të falesh, ose nuk bëhet një jetë me gojë kur e fillon me agjëru. Mirë, po mjafton ajo që e kin zemër që tash pianisi me fal sunetin e akşamit, tash pianisi me fal farzën e akşamit. Ç'kjo mjafton që është zemër, nëse nga shto ka ardhur në hadithet vërtetat për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe në haxh ose në umre kur don me bën një jetë në mikat e bën me zemër. Mirë, po me thon me gjuhë, se o Zot pe përcaktoj, pe bëj të përgjigjem ty për umre ose të përgjigjem ty për haxh me gojë, kjo nuk është prish punë, përkundrazi është sunet, nga se kështu ka vepruar domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ata që kanë shkuar në haxhin e fundit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, treguohet se disa kanë bë, domethënë kanë bën jetën për umre, disa kanë bën jetën, domethënë e kanë përgjigj, ka thonë lebejk Allahumma umratan, disa kanë thonë o Zot përgjigjem ty për umre, dhe thonë kësona telbije, disa kanë thonë lebejk Allahumma domethënë haxhan, o Zot përgjigjem ty për haxh, e disa kanë thonë o Zot përgjigjem njëkohësisht edhe për umre, edhe për haxh që do të marrim vazhdim. Pra, njëti si njëtë është bidat të risi. Mirë, po përcaktimi se çfarë lloji të haxhit apo umrën pe e bën apo haxhin pe e bën, kjo është sunet nga se kështu ka vepruar, domethënë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Meselja tjetër që kemi cekur edhe në ligjëratën e kaluar ka qenë çështja me kushzu. Që o Zot, nëse më del në i punë, unë që aty lirohna pe ihramit edhe dal, domethënë prej umrës apo prej haxhit. Nga se kem treguar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka një gru e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, ka pasur Duba'a bin Zubair, ka thonë ja Rasulullah, unë po du me bë haxh, mirë po jam smut. Nuk e dija muna me kry haxhin aja. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bënje niyet për haxh, mirë po kurzo që unë lirohna dal prej obligimit të haxhit aty ku ndodh pa mundësia për me kryu atë punë. U nis njëri ka probleme me veshk, ka probleme me sheqer, ka probleme me zemër, thjesht është i lodh, thot njëtën e kam du me shkue, mirë po në qovë se ndodh diçka, unë që aty lirohna, edhe dal prej haxhit, ose prej umrës. Ose unë po nisna, mirë po runa Zot e din që rrugës ka mundësi me ndodh në i problem për shkak
se kalon ka një rrugë, sidomos ka qenë më përpara, kur kanë kaluar me karavana prej një vend në vend, kanë pas mundësi faktikisht në vendet e ndryshme mua o rreziku dhe musulmue për hajdotëve, faktikisht për shkak të pasigurisë, me thonë o Zot nëse ma po mundson me shkua me kry këtë punë, që aty lerohena. Atëherë lejohet me bë këtë kurrëzimin. E çka dallimi mes me kurrëzimit dhe mos kurrëzimit është se nëse nuk e kushtzu, edhe ke lënë haxhin ose umrën, duhet me prej kurban. Ndërsa nëse ke kurrëzue, nëse më del një arsye fort që më pamundson me kry umrën e haxhin, lerona pe haxhit, atëherë faktikisht nuk i nevojë me prej kurban. Ç'ka është dallimi? Nëse kurrëzon e lirohesh del prej haxhit ose umrës, nuk me prej kurban. Nëse nuk e ke kurrëzue, e ke dal prej haxhit apo prej umrës, domethënë duhet me prej kurban, nga se kështu në ka ardhur për ajete kuranore. Mirë, po një çështje duhet me ditë. Nëse ti e kurrëzon, nëse më del në punë e madhe, unë dal prej umrës apo prej haxhit, nuk t'jep kjo me automatizëm drejt të me dal qysh dush, kur dush. Kjo t'jep drejt kur më të vërtet ki arsye për me dal. Je nis më shku, je me të ratë, ose runa Zot ke pas infrakt, ose ne domethënë smundje tronë që më të vërtet ka përmundsua, ose të ka ndodhur aksident rrugës se s'ke mujt me vazhdue. Ama jo për çdo arsye me thonë Allah nisa me shku numre, po gjatë rrugës domethënë mund Rumania dhe pela. Ama e kom kurrëzu në fillim, s'kam nevojë me prej kurban. Jo, s'është për qëllim kjo. Është për qëllim me kurrëzu që me të vërtetë nëse ki arsye, atëherë lirohesh, nuk ki kurrë obligimi as me prej kurban as kurrë gjë. Për ndryshe nuk e kurrëzon, atëherë faktikisht duhet me prej kurban nëse del me arsye prej haxhit. Masandej autori përderisa tu i cek sunetet, tash domethënë pe cek jetë të dash me bonjet. Çfarë haxhi me bo, se umre është veç një umre, veç në më thonë qaj është. Në më thonë njëre bën jetë për umre, shkëm bën tavaf, bën sajin, i shkurtën apo dhe i rrun flakt edhe kryet umreja. As nuk ka me shku në Rafat, as nuk ka me shku në Muzdalife, as nuk ka me shku në Mina, as ka me shku me Gjugur, as ku me bo dhe më thonë tavafin e dyt, as sajin e dyt, as dhe më thonë të farë tavafin në të mirës, edhe pse edhe numër është sunet, po në haxh është, sipas mendimit më të saktë është domethënë vajib me bë tavafin në të mirës. Mirë, po haxhi është ndryshe. Haxhi janë 3 lloje të haxhit. Quhet haxh tamattu, kur me një udhim e bën edhe umrën, edhe e bën damas, e mas që të kryen umrën, atëherë e bën edhe haxhin. Bën pra edhe haxhin edhe umrën, po i ndon njetë. Njerë e bën njetë umrën, e kryen umrën, masën e kur vjen një natë para Rafatit, dhe më thonë e bën njetë haxhin. Shumica të haxhive, sidomos në vendit tonë në Kosovë, se bën që të një lloj të haxhit. Ka haxh tjetër që quhet qiran, është haxhin edhe umrën i bën me një njetë. Thua Zot, pe bëj njetë edhe haxhin edhe umrën për një herë. E kena me marrë në vazhdim. Edhe lloj i tretë i quhet haxhi ifrad, që realisht njeriu e bën njetë veç për haxh edhe jo për umre, e disa thojnë umrën mas haxhit. Edhe pse kur të shesh nuk është për qëllim domethënë se ifradi s'ka haxh umre fare apo, është vetëm haxh. Këto janë 3 lloje. Mirë, po cili është më i miri? Domethënë ka mos pajtime shumë të mëdha mes dietarëve. Disa thonë më i miri tamattu, disa thonë është ifradi, disa thonë domethënë është qirani. Ata që thonë tamattu është më i miri, e që ky është mendimi më i saktë, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash në haxhin e tij lam të mirë, se pejgamberi sa më ka bë 4 umre vetëm në haxh. Në haxhin që ka shkuar në vitin e 9 Hijri, ka pas shok me vete, që disa kanë bën jetë, domethënë umrën veçantë, e haxhin e veçantë, që është tamattu, disa kanë bën jetë vetëm haxhin, që është ifrad, e disa kanë bën jetë edhe haxhin edhe umrën për një herë, që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po ka marrë edhe kurbanat me vete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Edhe rrugës ju ka thonë shokëve të vetë, dhe më thonë që kur kanë ardhur në Mekë, bëne umrën, edhe liron një pe ihramit, edhe bëne temettu, ju që e keni pas sione haxhin, ose ju që e keni pas ifrad. Dhe më thonë, thjesht shëndrone prej ifradit, apo të mbej kiranit, bëne temettu, umrën a qik, dhe më thonë në haxhin a qik. E aty faktikisht ka pas një farë, dhe më thonë, si hezitimi për tyre, derisa ju ka thonë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i thëmë na, si kur t'i shkthy koha prej fillimit, e mos i kisha pas unë vetë kurbanat me vete, atër do kisha shëndru që të haxhin tem kiran, e kisha bo temettu, që e kisha bo umrën a qik, edhe haxhin, dhe më thonë a qik, edhe për atë thëjnë djetarët, përderisa pejgamberi sa i ka urdhru që bëne shokëve tjerë, kush u kon mufrid, në haxhin ifrad, ose kiran pa kurbana, i ka thonë bëne temettu, i ka urdhru. Vetë ka thonë, kisha pas qef me kun këthy që na thëjmë koha që me kanë bëhen temettu. Edhe çështja e tretë është se thojnë që kjo lloj temettu ka punë më shumë. Sa i të hirami është pak më i lehtë, se kur të bën umrën mundesh me dal pe hiramit edhe më vesh në tesha normale, mirë po i ka 2 tavafa, edhe 2 të në obligim, edhe 2 sajat 2 të në obligim. Përkundrazi, ata 2 ifradi edhe kirani kanë vetëm një saj, edhe vetëm dhe më thonë një tavaf. Tavafi i parë është, dhe më thonë për ta, fillim kur hen Mekë është tavaful qudum, dhe më thonë është sunet tavafi si tahiyatul mesjid, që njeriu kur vjen më falë në xhami, që i falë 2 rekate, që është tavafi i parë për këta që nuk e kanë temettu. Por thjesht mendimi më i saktë është që që është, dhe më thonë, haxhi veçantë, umre veçantë, me niyet veçantë, kjo është më i miri, edhe alhamdulillah shumica tash, sidomos të Kosovës, e bojnë që të llojin e haxhit. Është haxhi tjetër që thonë haxhi ifrad, veç haxh me bë pa umre hiç. Këtu disa dietarë thonë që kjo është më i miri, se disa prej xulefave kanë bë, domethënë Abu Bekri e Omeri këtë lloj të haxhit, edhe për atë arsye se realisht kjo është që haxhin me bë me një udhë, e umrën me një udhë. Domethënë faktikisht i ki 2 udhime, 2 angazhime ekstra. E për këtë arsye thonë që ifradi është më i mirë, e disa thonë edhe kirani është më i mirë, se vetë pejgamberi se më ka pas kiran, domethënë qysh e ka vepruar pejgamberi se mirë, po siç thash pejgamberi se më ka thonë tek kisha kthy kohën e kisha bëha, domethënë edhe unë temettu. Temettu është me bë umrën para haxhit në muajt e haxhit. Muajt e haxhit janë Shevali, që është mas Ramazanit me i herë, është Dhul-Qa'da, qëta që jem në tash, edhe Dhul-Hijja, që ajo dëmon kur bëhet haxhi edhe ku është dita e Arafatit. E 9-ta Dhul-Hijjes është Arafati, 10-ti është dita e kurbanit, domethënë Kurban Bajramit, edhe është muaji i haxhit. Qofse umrën e ke bë në këta 3 muaj, në Shawwal, edhe në Dhul-Qa'da, apo në fillim Dhul-Hijjes, e mas andej e ke bë edhe haxhin masë që e ke bë umrën, që kjo është domethënë haxhi temettu. Për shembull, nëse e ke bë umrën në Ramazan, edhe ke nejt Mekë deri në haxh, a është temettu? Thonë dietarët jo, nga se umrja u go në Ramazan, e Ramazani nuk është për muajve të haxhit. Tek Shebon Shewal, atër faktikisht u këllëk llogarit në mëon që bëhet temettu. Po përderisa ke bën në Ramazan nuk llogarit temettu. Por thjesht është kusht ai që do me bëhet temettu, me bë umrën në muajt e haxhit, që thash është Shewali, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, largohet pe hiramit, domthon I shkurton flakt apo I rrun flakt, këtë rast është më mirë me shkurtu, sidomos nëse është afër haxhit, që për me lën pak flakt që domthon me I pre mas haxhit, e mas andajna me bën jetën aqek edhe në mënyrë të veçantë, domthon për haxh, që kjo është domthon temettu. Disa dietar thonë nëse bën umrën në këto muaj, nuk bën me u kthy në vend tonin,
apo me dal jashtë Mekës, apo jashtë asaj distancës, dhe më thonë që i llogaritet njeriu si udhëtar, që mundesh me shkurtu namazin e kështu me radhë. Thonë nëse del, për në rastin konkret 80 kilometra përpjet, faktikisht nuk llogaritet që jetë me to, nga se faktikisht dohet që kjo umre me haxhin, po duhet me bë umre tjetër e mos andej haxh tjetër, edhe pse në këtë meselë ka mos pajtimi mes dietarëve. Çështja tjetër apo lloji i dytë i haxhit është haxhi ifrad, që thash, domethënë njeriu me bë vetëm haxhin edhe nuk e bën umrën hiç, e disa e cekun thënë me bë umrën pas haxhit. Qysh ka ndodhur, domethënë Aishës radhiyallahu ta'ala anha, që realisht kur ka shkuar në haxh, nis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe para se me bë tavaf i kanë ardhur për mëshmet ciklin mujor, edhe faktikisht e ka bë mas andej haxhin, e mas andej ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me bë umre, edhe ka bë umrën mas haxhit. Mirë po, realisht kur tek qyr kjo nuk ka lidhje, domethënë me haxhin ifrad, nga se haxhi ifrad është i veçantë pa umre, vetëm domethënë haxh, edhe ceka ka për dietarëve që thënë kjo është haxhi më i mirë. Haxhi i tretë apo lloji i tretë i haxhit është haxhi domethënë el-qiran, e që është me bë edhe umrën edhe haxhin me një niyet. E kjo i ka dy forma. E para është domethënë me bë me një niyet pej fillimit, edhe haxhin edhe umrën, apo thojnë me bë niyet fillim në umrën, e para se me bë tavafin e umrës, me bë niyet edhe domethënë tavaf edhe haxhin edhe me shti edhe me bë me niyet. Je nis me niyet të umrës pej fillimit. A çik. Para se me bë tavafin e umrës, e ke bë niyet edhe me bë haxhin, edhe i ke bashkuar me një niyet edhe haxhin edhe umrën, edhe kështu domethënë bëhet haxhi domethënë qiran, kështu ka ardhur nga Omeri, domethënë Ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu se ka vepruar. Ajo që i dallon këta haxhe, thash, tamattu'i i ka dy saja edhe dy tawafa, ndërsa qirani dhe ifradi ka vetëm një saj edhe vetëm një tawaf. Tawafi i parë është vetëm tawafi i ardhjes dhe i përshëndetjes së Ka'bes, dhe ai është sunet sipas mendimit më të saktë, nuk ka të bëjë me vajxhib. Ajo që i dallon tjetër është se ky tamattu' edhe qiran duhet me prej kurban. Është obligim me prej kurban, ndërsa ky që është ifrad nuk e ka obligim me prej kurban, mirë po është sunet me prej kurban. Pra thjesht tash në haxhit tonë që shkojnë, tash e zgjedhin që të llojin tamattu', e që është lloji më i mirë i haxhit, mirë po është lloji i haxhit me kurban. Tash ka veprime më shumë, ka edhe kurbanin, ajo lehtësim që është vetëm që mes umrës e haxhit njeriu ka mundësi mu liru pej ihramit, edhe kjo është bëja gëni lehtësim, se nëse shkon pak më herët, më thonë para ditës Arafatit, bakia shkon një javë ditë ose 10 ditë, e bën umrën edhe thjesht si të krysh umrën, liruhesh edhe lveshësh në tesha normale, edhe deri në një natë para ditës së Arafatit, rrëndë më thonë tesha, e një natë para Arafatit e bën një tanshi me hije në haxh. Përkundrazi, i ka dy tavafa, i ka dy saja, mi po edhe ka kurban. Kurban për që lloj të haxhit është për atë person i cili nuk është vendas se me kon Mekas apo me kon afër Mekës, në çatë 80 km që thash, në 80 km mundesh me shkurtu namazin, nëse je domethënë Mekas ose afër Mekës, në çatë 80 km, ata nuk e kanë obligim. As këtë mutametti, as këtë qirani, domethënë se llogaritën se vendas Mekas, e Allahu azza i ka përjashtuar, domethënë këta me ajet kuranor, dhalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram. Kjo është domethënë me prej kurban, përveç ai i cili nuk ka, është për aty që e ka familjen Mekës, që faktikisht është vendas i Mekës apo afër Mekës. Ndërsa te metu i kanë edhe disa kushte, domethënë se cilat janë, thënë që më bë umre që thash në muajt e haxhit, që ato 3 muaj që i ceka, me bën haxhin njëtin vjet në vend, ju me bë për shkak në Shawal si vjet e me bë haxhin vitin e ardhshëm, e thon i kam bë të metu, po jo s'mundesh me të bë të metu se umrën ke bë si vjet e haxhin vitin e ardhshëm, po duhet me bë
umrën, domthonë çta mujt e umrës, edhe me bot njëtin vit edhe haxhin për me kon pe atyre që faktikisht duhet me e prej kurbanin. Edhe thjesht domethënë duhet me kon mos me kon pe me kasve çështje tjetër që kanë sikur pe kushteve që mos më të ndërpreç këtë me tu është mos me dal me u thue o them të gjatë. Më thonë që mu kthyn te familja jote, për shembull, njeriu është i Medinës, ka shkuar ka bë umrën çta mujt e u kthye prapë në Medinë. Mendimi e shumicës dietarëve është të mos sër këtë me të se faktikisht anda umrja prej haxhit nga se faktikisht ky personi u kthye te familja e vet. Ndërsa kanë thonë, po nëse e bën njeriu umrën edhe haxhin, të me të. Mirë po umrën mund të më bëj për babën, e haxhin e bën për vete. A me prej kurban? Thoj me prej kurban, se s'prish punë domon përderisa faktikisht dyja të bë në ata muajt e haxhit. Nëse një gru ka bën jetë me bë haxh, mirë po para se me kry tavafin, i kanë ardhur për mujshmet, ka bën jetë me hi numrën fal, me bë temettu, me bë damas umrën pe haxhit. Mirë para se me bë tavaf, i kanë ardhur për mujshmet çysh me vepru. E ke ndodh, edhe ndodh edhe sot asaj dite. Ka gra domon që nisen prej këtu ujit, edhe faktikisht kur vjen të mikati e bën jetë me bë umrën açek e haxhin açek të me të, mirë kur vjen puna teta me ajin tavaf i vin për mujshmet. Çka me bë? E ardh nashta në atë kohën kur është ngusht, domon në 2-3 ditë para se me shkuar në Arafat, nuk ka vakt. Atëherë thonë dietarët, ashtu siç e ka mësuar pejgamberi sa mojshën, që realisht që me e bë haxhin e sojna mjet me umre bashk edhe me bë haxhin kiran, që faktikisht mos më afru çabes me bë tavaf, me shku në Arafat, le të shkon në Muzdalife, le të shkon në Mina, le të shkon të gjuhën gurt krejt, mirë po le të bën këtë çka bojnë vetëm mos të bën tavafin e mase që të kryen, domethënë këto rituale tjera, e të pastruhet, atëherë le të vjen të bën tavafin edhe të haxhit edhe të umrës, se tashmë nuk është me të, po është kiran, nga se kështu të ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishës, edhe pse Aisha ka vepruar kështu, e ka shndruar jetën prej umrës, prej domethënë umrës, edhe të me të, e ka bë haxhin kiran, mase që e ka kry krejt. Domethënë i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi Rasulullah, krejt po kthehen edhe me haxh edhe me umre, e unë veç me haxh. E mërzitnë radiallahu ta'ala anha, e i thëtë pejgamberi së mojshës, o Aisha, kjo çka të kanë ndodhur ty këto të përmujshmet dhe menstruacionet tua, është ligj që Zoti ja ka caktuar bijave të Ademit. Nuk është çështje që ndodh tonë ose ke lënë mongu diçka ti. Kjo është çështje natyrshme që Zoti ka kriju gratë që shtot. Po ajo prap, domethënë i ka metë që na i thojnë merak, se këtë po kthehen, apo shumica po kthehen edhe me umrë edhe me haxh, ajo vetëm me haxh. Edhe pse thash haxhi i saj ka qenë haxh dhe umrë me një jetë. Atëherë ka thonë vllavët e saj Abdulrahmanit, ka thonë, masi që ndal prej Mekës, ka thonë merre motrën tonë edhe shkone edhe bën një jetë, edhe le të bën domethënë umrën, e që aty sot asaj dite quhet e xhamia Aishës. Ndalje domethënë Mekës për Medinë, domethënë pe atyjet Aisha ka bën jetë edhe uhije ka bë umrën, mirë po edhe tash asaj dite, dietarët thonë që si umre me shkue shpejt me bate xhamia Aishës, është kush është si Aisha me yzer. Je burri i shnosh, domethënë me shku 10 kilometra pe atyjet e bona një umre sa ora, për gjithë me bë umre. Edhe pse ka dietar që lejon, s'po them, po mendimi më i saktë është që realisht domethënë nëse do me bë umre edhe dytë, edhe pse ka për dietarëve thonë që një udhtim nuk është mirë mi bë 2 umre kështu me radhë, mirë po edhe nëse thonë bën mi bë asene, atëherë le del mikatin më i afërt. Mikati më i afërt prej Mekës është 85 kilometra, quhet Qarrul Manazil, është rrugës për Taif dhe Riyadh. 85 kilometra, merr një taksi dhe shkon e bën një umre nëse don me bë ashtu. A me shku te Aish, xhamia te Aishës për çdo ditë me bë umre, edhe në haxh, kur është kallabllaku më i madh, më u vështirësua edhe haxhive që janë të bë tavafin e haxhit. Besoj që nuk është as e rrugës, mirë po argumentet nuk qëndrojnë, nga se pse s'qëndrojnë, se me to ka qenë Abdulrahmani vllavi i Aishës. Si ka thonë edhe Abdulrahmanit, bë dhe ti umre.
Po veç Aisha si ka thonë, me kanë konë që hajtë që ashtu të përbëj ka, i kështë thonë, bëni edhe të Abdurrahman masi po shko që sa ju dhe. Po vetëm Aisha si ka thonë, do më thonë me bo, kështë që mendimi më i saktë është që mës me bo për i xhamisë së Aishës vetëm ajo që është në më thonë në hallin apo në pozitën që shka qenë Aisha radiallahu ta'ala anha, ndoshta me kaq për mbyllim sot ligjratën që të vazhdojmë në javën e ardhshme duke lutur Allahun azza xal që të na jap dije të shëndosh, dije që është e përputhur në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kanë kuptuar sahabët dhe selefi. Wa akhiru dawan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.